Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është detyruar të kthehet para kohe në Beograd, duke ndërprer vizitën e tij zyrtare në Shtetet e Bashkuara. Lajmi është bërë i ditur nga burime pranë kabinetit presidencial, ndërsa raportimet e para të medjave vendase flasin për probleme shëndetësore si shkak të kësaj ndërprerjeje. Sipas të njëjtave burime, Vučić nuk është ndjer mirë në orët e para të së premtes, dhe pas një kontrolli mjekësor ka marrë vendimin për të ndërprerë të gjitha angazhimet dhe për t'u kthyer menjëherë. Në agjendën e tij zyrtare, presidenti serb kishte paralajmëruar një takim me presidentin amerikan Donald Trump, një zhvillim që nuk u konkretizua për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Aktualisht nuk ka ende një reagim zyrtar nga presidenca e Serbisë, por pritet që në orët në vijim të ketë një deklaratë mbi gjendjen e Vučić dhe detaje të mëtejshme lidhur me situatën e tij. Vizita në Shtetet e Bashkuara konsiderohej e rëndësishme në dritën e zhvillimeve të fundit në Ballkan, ndërsa vëmendja tani është përqendruar në shëndetin e liderit serb dhe pasojat që kjo ndërprerje e papritur mund të ketë në marrëdhëniet ndërkombëtare të Beogradit. Ndërprerja e kësaj vizite vjen në një moment kur Serbia ndodhet nën presion ndërkombëtar për qëndrimin e saj ndaj dialogut me Kosovën dhe për pozicionimin e saj në raport me konfliktin në Ukrainë. Takimet në Shtetet e Bashkuara ishin parë si një mundësi për të qartësuar pozicionin serb në këto çështje dhe për të forcuar lidhjet me Washingtonin. Kthimi i parakohshëm i presidentit Vučić, përveç se ngre pikpyetje mbi gjendjen e tij shëndetësore, krijon paqartësi edhe në vijimsinë e marrëdhënieve diplomatike në një kohë të ndjeshme për rajonin.